Na do të flasim për kancerin e qafës së mitrës që fatkeqësisht është në rritje si numër, por fatmirësisht është vëdësimi më i lartë dhe po diagnostikohet më herët. Shumë teme qëllume së ranë se me të vërtet kanceri i qafës mitrës është kanceri i dytë i grave në organet riproduese që është shkaktar për vdekjen e grave. Edhe si e përmendë edhe vetë, është shumë e rëndësishme që të zbulohet me kohë. Gjithmonë kena diskutuar dhe gjithmonë e kena përmend në përgjitha emisionet, në përgjitha ligjëratat që kemi majtë deri tash si. Sa më herë që zbulohet, do më thonë jo vetëm të kanceri i qafës së mitrës, por të gjitha smundje tjera, sa më herë që zbulohen, aq edhe më lehtë edhe trajtohen edhe kanë trajtimin shumë të suksesshëm se sa kur të zbulohen me fazat e avancume. Edhe siç e cek edhe vetë, është një sëmundje që për fat të keq është në rritje. Ka shumë faktorë që ndikojnë në rritjen e shfaqjes së kancerit e qafës së mitrës, po në anën tjetër i kemi edhe anë pozitive se vëdësimi i grave është secilin çdo ditë më tepër është më i lartë, ashtu që gratë me kujdesin, me vizitat adekuate në periudha adekuate, domethënë janë ato që në realitet ndikojnë për zbulimin e hershëm të kësaj smundjes. Vitin 2020, do më thonë dikun Kosovë, se si pas danëve që i kom lexu, kanë qenë dikun për 100 raste të reja. Në vitin 2022, do më thonë 140, do më thonë që tash vitin e fundit në s'ka bajtë, do më thonë kanë qenë 200 raste të reja në Kosovë, që është një numër në realitet shumë i lartë. Unë po flasë për rastet të cilat trajtohen në Kosovë dhe të cilat janë të zbuluara në Kosovë, pas mos flasme për raste tjera që ndoshta që i kanë shkuar në për trajtime dhe jashtë vendit. Do të thotë, është një sëmundje që në realitet është mjaft serioze edhe kërkon sqarim edhe kërkon normal me informata më dhënë të gjitha atyre që na shikojnë se sepse është kaq i rëndësishëm me një familje të zbulohet me kohë.